Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Kryeministri Rama flet për fenomenin Big Brother, më vjen keq. Në zgjedhjet e 11 majit, 3 ish banor Armaldo Klogjeri, Fotini Derxho dhe Jetmir Salaj do të jenë në garë për një vend në Kuvendin e Shqipërisë. Ky fakt ka marrë vëmendje edhe nga kryeministri Edi Rama, i cili komentoi me ironi fenomenin duke krahasuar realitetin politik me popularitetin e spektaklit televiziv. Njësoj si ata të shkretët, njerëzit e Kënetës që u futën me kokë në primare dhe si përfundim nxori më shumë Big Brother i kandidat në listat e Kënetës sesa nxorën primarët. Më vjen shumë keq, por ato sondazhet janë të vërteta. Shpreh Edi Rama me ironi.